Sipas traditës, do lexoj mesazhin për Krishtlindje. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, shkruan Shën Ioan Angjëllori. Këto fjalë përmbledhin dhe shprehin kuptimin e festës së Krishtlindjes në mënyrën më të thellë dhe më të përsosur. Nëse do të përqendrohemi për të kuptuar rëndësinë e këtij misteri të madh, në të cilin biri dhe fjala e Atit u mëshirua dhe u bë njeri, atëherë do të mund të marrim pjesë në festimin dhe gëzimin shpirtëror, e do të ndjejmë brenda nesh fuqinë transformuese të përjetimit të kësaj ngjarjeje. Mishërimi nuk është thjesht një mrekulli, apo një mister i denj për të admiruar, është dhurata më e madhe që mund t'i jepë njerëzimit. Biri dhe fjala e Perëndisë mishërohet dhe ulet pranë vuajtjes njerëzore, prek shtrëmbërimin në natyrën sonë për ta drejtuar, duke na zbuluar thellësinë e dëmshurisë dhe të përurësisë së thellë që lind nga dashuria e tij e pafund për të gjithë botën. Shën Athanasi i Madh e shpreh këtë të vërtet rënditse në mënyrë lakonike. Biri i Perëndisë u bë njeri që ne të bëhemi perëndi. Ndërsa vazhdojmë të përgatitemi për festimin e Krishtlindjes, na ndihmon të kujtojmë se kjo festë e madhe nuk ka të bëjë me lindjen e një mësuesi, profeti apo ligjvënësi. Perëndia i përjetshëm ndërhyn në histori dhe bëhet njeri, pa pushuar se qenëri Perëndi plot, për të na sjellë në shenjtërinë e tij, për të na bërë pjesëmarrës së natyrës së tij hyjnore, për të shëruar, ringritur dhe përmbushur njerishmërinë tonë të rënë dhe të deformuar. Nëpërmjet pranisë të tij dhe energjisë të tij hyjnore, Krishti Perëndi njeriu aktivizon, fuqizon dhe gjallëron natyrën tonë dhe na bashkon me Perëndin, gjë që asnjë mësues, profet apo ligjvënës nuk mund ta bënte dot kurrë. Krishtlindja na fton të marrim pjesë në thirrjen e engjëve, për ta lavdëruar dhe ne bashkë me ta, lavdi Perëndisë në të lartat dhe mbi dhënë paqe dhe në njerëzit mirëdashje. Por lajmërimi i lindjes së Krishtit nuk u bën në të njëjtën mënyrë për të gjithë. Te baritë e përulur erdhi një engjëll, sepse zemra e tyre ishte e përulur dhe e pastër. Dietarëve të lindjes, që kishin etje për kërkim, ju dha një yll dhe përsëri një engjëll për t'i udhëhequr. Kurse sundimtarëve krenar dhe dinak, lajmi nuk u solli gëzim, por frikë, errësirë dhe refuzim, dhe deshën ta vrasin foshqin e përsalindur. Ngjarja u ofrohet të gjithëve, po jep fryt vetëm tek ata që kanë dëshirë, përgësi dhe qëllim të mirë. Erdhi tek të vetët, dhe të vetët nuk e pranuan, po të gjithëve atyre që pranuan, u dha pushtet të bëhen bijtë e Perëndisë, shkruan Shën Ioan Angjëllori. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shpresë, ngushëllimi dhe paqeje. Në një predikim të tij, Shën Ioan Gojarti thotë: atëherë çfarë mund të jetë barabartë me këto lajme të mira? Zoti në tokë, njeriu në qiell, dhe të gjithë u bashkuan, dhe u bë pajtim midis Zotit dhe natyrës sonë. Vdekja u shkatërrua, parajsa u hap, mallkimi u fshi, mëkati u hoq nga rruga, gabimi u dëbua, e vërteta u kthye, fjala e perëndishmërisë u mboll kudo dhe lulëzoi në rritin e saj. Shoqëria e qiellit u transferua në tokë, ose më saktë, gjërat në tokë u lidhen me ato në qiell. Të dashur vëllezër dhe motra, duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur se tashmë Perëndia abandon ndër ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap e ta bashkëndaj këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke e ndarë atë me të tjerët, drita mund të ruhet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të zbehet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kurrë, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është e nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, kthehet në jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë në errësirë. Vetëm prania e tij mund të ndriçojë zemrën dhe shpirtat tanë dhe mund të japë jetës tonë dritë e gëzim. Ai është drita në errësirën tonë
Dhe mësimi i tij, thot psalmisti, është një llamp për udhëtimin tonë në këtë jetë. Për të festuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive, të përjetojmë me thellë shenjtërinë dhe madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund ta realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo ligësi, e duke mbushur atë me dashuri dhe përmirësi nga të gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim dhe në vetmi. Zoti e identifikoi veten e tij me njerëzit në nevojë, duke na thënë: sepse pata uri e më dha të ha, pata eti e më dha të pi, i huaj isha e më morët brënda, i zhveshur e më veshët, u sëmura edhe erdhë të më shini, isha në burg dhe erdhë tek unë. Me të vërtet po ju them juve, gjithë sa keni bërë njerit për këtyre vëllezërve të mi të vegjël, ma keni bërë mua. Vetëm duke bërë këto, Krishtlindja do të ketë kuptim të vërtet, dhe gjithçka tek ne do të ndriçohet nga fjala e bërmish, gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet dhe një vit të ri të bekuar.